Ndalemi pak tek prakticiteti apo zbatueshmëria konkrete e kësaj piramide, sepse besoj duhet ketë një zbatueshmëri. Duke qenë se supermarketet jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të gjithë botën janë mbushur pikërisht me sheqerna, konservant apo ngjyruese të tjerë. Nisur po të shkojmë në Shtetet e Bashkuara, nisur nga ky vendim i Ministrisë së Shëndetësisë së Shteteve të Bashkuara. Do të kemi heqje, pra si do të jetë? Do të kemi heqje të këtyre produkteve nga supermarketet, pra si do të jetë ndryshimi konkret, se merret një vendim për ndryshimin e piramidës, pa do të pasqyrohet ky ndryshim edhe në raftet e supermarketeve, se kjo na intereson të gjithëve, dhe pastaj duke ardhur edhe në Shqipëri. Pikërisht, sa realizueshme do jetë kjo gjë, unë besoj do të jetë një luftë tjetër më vete, një luftë e ftohtë ndoshta. Sepse bëhet fjala për biznese shumë të mëdha, të ndërtuara shumë miliardë që i bie të dalin komplet nga raftet e supermarketeve. Pikërisht, sepse pothuajse të gjitha ushqimet kanë konservant, ngjyrosës, aromatizues, kanë le të themi produkte të cilat janë të prodhuara me nitrate, me hormone, me pesticide dhe shumë gjëra. Natyrisht, përpilimi i një piramide ushqimore kërkon shtylla shumë të fuqishme, ku janë kërkesat ushqimore, janë evidencat, le të themi që janë bërë studimet e shumta që janë bërë, por gjithashtu edhe sasia rekomanduar e kalorive, e kriprave, e sheqernave, e elementeve, e ngjyrosës, pra janë një sër kriteresh që le të themi si do gjejnë pasqyrim, besoj, në dhe në vetvete kjo piramidë e cila na është sugjeruar këto kohë, natyrisht do të ishte shumë e shëndetshme nëse vërtet do të zbatohej nga të gjithë. Por le të themi se sa mund të jenë ata të fuqishëm për të vënë një grush të fuqishëm, le të themi, mbi tregtarët gjigantë të cilët na ofrojnë ushqime të pasura me shtesa të tjera të cilat nuk janë absolutisht të shëndetshme, dhe kjo është arsyeja pse ne le të themi pse ndoshta është krijuar kjo, që të le të fokusohemi, le të kthehemi ndoshta ushqimit në shtëpi, ushqimi i cili na ofron më pak përpunim, më pak shtesa të dëmshme në organizëm, më pak le të themi ngjyrosës, sheqerna të tepër, të cilat janë vrasës dhe kontribues të sëmundjeve dhe patologjive të ndryshme. Njësesi, e fundit, zonja Kalleshi, para se të mbrim tek raftet e supermarketeve dhe ndryshimi i produkteve, ndoshta lufta është shumë e madhe në prapaskendet, do duhet një kohë e caktuar, por gjëja kryesore është ndërgjegjësimi i të gjithëve ne për ato ushqime që na bëjnë mirë dhe nuk na bëjnë mirë. Cili është rekomandimi juaj për atë menyn që duhet të ushqehet, me cilin duhet ushqehet një njeri që të jetë në shëndet të plot fizik dhe mendor, nisur edhe nga ky ndryshim në piramidën ushqimore. Një menu të thjeshtë që nuk duhet ta ndajmë, pavarësisht nga ajo çfarë na ofrohet nëpër supermarkete. Unë akoma besoj që larmishmëria në ushqime, por dhe zgjedhja e produkteve cilësore është patjetër hapi kyç dhe thelbësor drejt një jete dhe stili jetese të shëndetshëm. Zonja Kalleshi, është shumë kënaqësi që u pata në Syrin Botës, ju falenderoj shumë për kohën dhe çdo shpjegim të vlefshëm që më dhat. Faleminderit.